Çfarë thosh ministri? I kërkoj ndjes shumë djalë i mirë, po si që erdhë rrethonat, unë i kërkoj falje. Çfarë u ka bërë ky fermeri që do t'i kërkoj falje, do kërkoj ndjes? Çfarë u ka bërë? Lili Biti është një fermer, një njeri i ndershëm, që me punë dhe me sakrificë, duke punuar tokën e vet, ka rritur fëmijët, i ka shkolluar. Për çfarë do t'i kërkoj falje juve? Se guxoi e foli, se nuk eshti, se nuk u bë pjesë e teatrit. E thrasin, hajde të takimi i Ramës, dhe vetë edhe ky. Ju i dhat mikrofonin dhe ai guxoi tha të vërtetën. Jemi shtresa më pambrojtur. Po për çfarë? Për çfarë? Ulo. Për këtë do të kërkoj ndjes. Si guxoni dhe me një tjetrin dhe detyroni të bëj një video. Si e poshtëroni në këtë mënyrë? Po ju nuk tërpëroni atë. Ju tërpëroni veten tuaj. Ai është një njeri i nderuar dhe mbetet një njeri i nderuar, sepse ja ka dalë me punë, ka punuar tokën i shkreti, një jetë të tërë. Punë që ju nuk dini se çfarë është, puna e ndershme. Dhe një e merrni dhe i thoni kërkoj ndjes tani, dhe i nxirri dhe në video dhe e shpërndani në rrjetet sociale. Këtë e njihni? Edhe ky është i fermer, Jozif Gorea. Ky është kryetari i bashkisë së Divjakës. Midis tyre të dyve, kush i ka marrë paratë i pardit? Ka marrë kryetari i bashkisë. Sepse ky është vend i padrejtësive, i shtypni, i poshtëroni për ditë, çdo ditë. Këta e din që ishin me ju aty.